Alba ishte ullur pas limit në heshtje. Dhoma ishte e zbeth, drita e ngrohtë, ajo lloj drite që nuk të gjykon. Ai kishte mbyllur syt, i lodhur, jo vetëm nga dita, por nga mendimet që nuk i shiteshin kokës. Alba i vendosi duart mbi sytë e tij me kujdes, sikur të kishte frikë se mos i thyente. Gishta të ngrohtë, lëvizje të ngadalta, një masazh i butë që nuk ishte vetëm për trupin, por për gjithçka që ai mbante brenda vetes, rri. Mos lëviz, i tha ajo me zë të ulët. Lëri sytë të pushojnë. I ke mbajtur hapur shumë gjallë. Edhe kur nuk kishe më forcë, Limi nuk foli. Frymëmarrja e tij u bë më e thellë. Duart e Albës lëviznin rreth syve. Te tempujt, te balli. Çdo prekje ishte një shërbim, por edhe një lutje e heshtur. Më beso ende, pas pak, Alba ndaloi. Duart i mbajti aty, pa lëvizur. Zëri i saj ndryshoi. U bë më i drejtë, më i mbredh, por jo i ftohtë. E ke humbur besimin te unë? E pyeti papritur, Limi hapi syt ngadalë. Nuk e priste pyetjen. Heshti. Dhe ajo heshtja e tij i dhembi më shumë se çdo përgjigje. Mos më thuaj që po, vazhdoi ajo, pa ja hequr duart. Sepse nëse po, atëherë gjithë këto që bëj unë, gjithë kjo durim, s'pas kanë pasur vlerë. Ai mori frym thellë. Nuk është kaq e thjeshtë, Alba, ajo buzëqesh i hidhur, asgjë s'është e thjeshtë me ty. Gjithmonë jam unë ajo që përpiqet, ajo që shpjegon, ajo që rri. Dhe prap. Ti më shikon sikur jam rrezik, duart e saj u shtrënguan pak, më ke bërë të ndihem sikur jam shumë e rrezikshme për zemrën tënde. Sikur dashuria ime është diçka që duhet kontrolluar, frenuar, mbajtur në distancë. Limi u kthye pak nga ajo. Nuk je ti rrezik, tha. Jam unë. Kam frikë nga mënyra si të dua, ajo qeshi lehtë, por syt i kishte të lagur. Unë s'kam frikë, Limi. Dhe kjo është ajo që të trem më shumë. Pastaj u afrua më pranë dhe i përshpëriti, me një ton që ishte gjysmë shaka, gjysmë paralajmërim, gjysmë xhelozi e pastër. Inshallah nuk vjen ndaj femër tjetër në shtëpi. Se nuk le gjë në këmbë, ai hapi syt plotësisht tani. E pa drejtë në sy, po kërcënon? Tha me një buzëqeshje të lehtë. Jo, u përgjigj ajo seriozisht. Po të tregoj sa shumë më dhemb ideja që dikush tjetër të marrë vendin tim. Nuk është xhelozi e keqe. Është frikë. Është dashuri që s'di të rri e qetë. Ajo ja ktheu sërish duart të syt. Unë të shërbej sepse të dua. Jo sepse jam e dobët. Dhe nëse një ditë mendon se jam rrezik, mbaje mend që jam rrezik vetëm për ata që s'janë të sinqertë. Heshtja ra përsëri. Por këtë herë ishte ndryshe. Më e rëndë. Më e vërtet, Limi foli i pari, mos u largo. Alba, ajo ndaloi masazhin. Nuk jam larguar kurrë, tha. Pyetja është, a më ke lënë ti ndonjëherë të hyj plotësisht? Ai nuk pati përgjigje. Dhe Alba e kuptoi se ndonjëherë edhe dashuria më e madhe ka nevojë për guxim. Jo vetëm për ndjenja. Uji i dushit binte ngadalë mbi shpatullat e Albës duke, sikur donte t'i merrte me vete gjithë peshën që ajo mbante brenda kraharorit. Avulli mbulonte xhamin dhe bota jashtë dukej larg, e mjegullt, sikur nuk i përkiste më. Lotët i përziheshin me pikat e ujit dhe askush nuk mund të dallonte se cilat ishin nga dhimbja e cilat nga dushi. Por ajo i ndjente. Çdo lot ishte i rënë. Çdo frymëmarrje ishte një përpjekje. Ajo mbështeti ballin te muri i ftohtë, syt mbyllur, zemra duke i rrahur fort, sikur po kërkonte një dalje. Mendimet i silleshin rreth e rrotull, kujtime, frikëra, pritje, fjalë të pathëna. Ndonjëherë dhimbja nuk vjen nga ajo që ndodh, por nga ajo që nuk ndodhi kurrë. Dhe Alba po qante pikërisht për këtë. Nga ana tjetër e xhamit të dushit, Limi qëndronte i heshtur. Nuk donte ta tremte, nuk donte ta ndalte. Ai e dinte se ndonjëherë njeriu duhet të qajë për t'u çliruar. E ngriti dorën ngadalë dhe e vendosi mbi xham. Avulli u nda pak aty ku gishti i tij preku sipërfaqen e ftohtë. Ishte një prekje e thjeshtë, por e mbushur me gjithçka që nuk mund të thuaj me zë. Mos qaj, shpirti im. Zëri i tij ishte i ulët, i butë, sikur të kishte frikë se mos e thyen momentin. Çdo gjë do kaloj. Do shohësh. Dhe ne do jemi bashkë, Alba e dëgjoi. Nuk u kthye menjëherë. Lotët vazhdonin të rridhnin, por tani nuk ishin më aq të vetmuar. Ajo e ngriti dorën dhe e vendosi mbi xham, përballë dorës së tij.
Dy duar të ndara nga një shtresë e holl xhami, por të bashkuara nga një ndjenjë që asgjë nuk mund ta ndante. Kam frikë. Pëshpëriti ajo, më shumë për veten se për të. Kam frikë se mos lodhem duke pritur, Limi mbështeti ballin te xhami. Syt I kishte mbyllur, edhe unë kam frikë, tha. Por frika nuk do të thotë se duhet të dorëzohemi. Do të thotë se diçka ka vlerë. Ti ke vlerë, Alba. Çdo lot yt ka kuptim për mua, I vazhdonte të binte, por koha sikur kishte ndalur. Brenda atij dushi nuk kishte më vetëm dhimbje. Kishte shpresë, të brisht, por të gjallë. Alba mori frym thellë. Për herë të parë pas shumë kohësh, kraharori nuk I dukej aq I rënë, nëse një ditë lodhem. Tha ajo ngadalë, mos më lër vetëm, nuk do të lë, u përgjigj ai pa hezitim. As kur të qeshësh, as kur të qash. As kur të jesh e fortë, as kur të thyesh. Do jem këtu. Gjithmonë, lotët e Albës filluan të qetësoheshin. Jo sepse dhimbja ishte zhdukur, por sepse dikush e kishte parë. E kishte pranuar. E kishte dashur në atë gjendje, ajo buzëqesh I lehtë, një buzëqeshje e vogël, e lodhur, por e sinqertë. Dhe përmes avullit, përmes xhamit, përmes gjithë frikës së botës, ajo ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, qetësi. Sepse ndonjëherë mjafton një dorë mbi xham dhe një zë që të thotë, mos qaj, shpirti im. Gjithçka do kaloj. Alba dhe Limi nuk e kishin planifikuar atë natë. Asgjë mes tyre nuk kishte nisur si një vendim I qartë, I menduar, I peshuar me logjikë. Ishte një afrim I ngadalë, I padukshëm për syrin e tjetrit, por I fortë për ata që e ndjenin nga brenda. Një lloj afërsie që lind kur dy njerëz ndalojnë së mbrojturi veten dhe lejojnë njëri tjetrin të hyjë, pa trokitur. Puthjet mes tyre nuk ishin thjesht pasionante. Ishin të mbushura me gjithë ato fjalë që nuk ishin thënë, me gjithë ndjenjat që kishin qëndruar pezull për shumë kohë. Ishin puthje që nuk kërkonin shpjegim, sepse vetë ato ishin përgjigje. Alba ndjeu sikur për herë të parë dikush po e dëgjonte pa e pyetur. Po e kuptonte pa I kërkuar sqarime. Limi, nga ana tjetër, e ndjente se ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht afeksion I çastit, por një lidhje që po merrte formë në mënyrë të pashmangshme, kur u ndan nga puthjet, nuk kishte as turp, as nxitim. Vetëm një heshtje e mbushur, e rëndë dhe e qetë njëkohësisht. Ishte ajo lloj heshtjeje që flet më shumë se çdo deklaratë. Ishte momenti kur dy njerëz e kuptojnë se tashmë kanë kaluar një vijë që nuk kalohet lehtë, jo sepse është ndaluar, por sepse është domethënëse, ata shkuan dhe ushtrinë në të njëjtin krevat. Jo si një akt impulsiv, por si një vazhdimsi natyrale e asaj që kishte nisur mes tyre. Alba ushtri pranë Limit dhe për një çast u ndal, sikur të donte ta memorizonte atë ndjesi, praninë e tij, frymëmarrjen, qetësinë që I jepte. Nuk kishte nevojë për fjalë. Trupat e tyre e dinin tashmë si të qëndronin pranë njëri tjetrit, krevati nuk ishte thjesht një vend ku flije. Atë natë, ai u bë hapësirë besimi. Një territor I përbashkët ku asnjëri nuk po luante rol. Alba e ndjente veten të pambrojtur, por jo të rrezikuar. Limi ndjente përgjegjësinë e asaj afërsie, por edhe një paqe që nuk e kishte përjetuar më parë, dolce nuk I pa. Dhe ndoshta ishte më mirë kështu, sepse ajo që ndodhi mes Albës dhe Limit nuk kishte nevojë për dëshmitar. Nuk ishte diçka për t'u shpjeguar, për t'u justifikuar apo për t'u mbrojtur. Ishte një moment I tyre, I papërsëritshëm, që ekzistonte vetëm sepse ata e lejuan. Nëse Dolce do ta kishte parë, ndoshta gjithçka do të ishte ndotur nga keqkuptimet, nga fjalët e tepërta, nga gjykimet e nxituara, por Nata vazhdoi në qetësi. Alba qëndroi zgjuar për pak, duke dëgjuar frymëmarrjen e Limit. Mendimet I vinin një nga një, çfarë do të thoshte kjo? A ishte ky fillimi I diçkaje apo thjesht një ndalesë e bukur në një rrugë të paqartë? A do të mbetej kjo ndjesi edhe në dritën e mëngjesit? Limi, edhe pse dukej I qetë, nuk po flinte plotësisht. Ai po mendonte për peshën e asaj që kishin ndarë. E dinte se afërsia e vërtet nuk matet me atë që ndodh fizikisht, por me atë që mbetet emocionalisht. Dhe ajo që po mbetej ishte e fortë, e ndjeshme, reale. Nata nuk ishte e zhurmshme. Nuk kishte dramë. Vetëm dy njerëz që kishin zgjedhur të mos largoheshin. Të qëndronin. Të ndanin të njëjtin hapësirë, të njëjtën qetësi, të njëjtën pasiguri, dhe ndonjëherë kjo është forma më e thellë e intimitetit, kur drita e parë e mëngjesit nisi të depërtonte ngadalë, asgjë nuk ishte zgjidhur plotësisht. Por diçka ishte vendosur. Diçka që nuk mund të zhbëhej.
Alba dhe Limi nuk ishin më thjesht dy individ me rrugë të veçanta. Tashmë kishin një kujtim të përbashkët. Një natë që do t'i lidhte, pavarësisht se çfarë do të sillte e ardhmja, dhe Dolce, pa e ditur, kishte humbur një moment që nuk do të mund ta kuptonte kurrë plotësisht. Sepse disa gjëra nuk shihen. Vetëm ndihen. Benita nuk e kishte menduar kurrë se do të binte në dashuri në këtë mënyrë. Jo kaq papritur, jo kaq fort, dhe sidomos jo me dikë që nuk ishte ende plotësisht i lirë. Por ndjenjat nuk pyesin. Ato vinë, zën vend dhe nuk largohen lehtë. Që nga momenti i parë kur sytë e saj u kryqëzuan me sytë e Klodit, diçka ndryshoi brenda saj. Ishte një ndjesje e çuditshme, si një dridhje e lehtë në kraharor, si një parandjenje se ky njeri do të kishte rëndësi. Klodi kishte një buzëqeshje të ëmbël, nga ato që nuk përpiqen të bien në sy, por që të mbeten në mendje. Nuk ishte vetëm buzëqeshja, por mënyra si fliste, si dëgjonte, si e shikonte. Me të, Benita ndiej e parë. E kuptuar, e pranuar. Mes tyre lindi një kimje e fortë, e padukshme për të tjerët, por shumë e qartë për ta. Një lidhje që nuk kishte nevojë për shumë fjalë, sepse heshtja mes tyre ishte po aq e mbushur sa bisedat, ditët kalonin dhe ndjenjat e Benitës vetëm rriteshin. Ajo e gjente veten duke menduar për Klodin pa e kuptuar, duke buzëqeshur kur i kujtohej zëri i tij, ose një detaj i vogël nga mënyra si sillej. Ishte ajo lloj dashurie që të kap ngadalë, por rrënjoset thellë. Një dashuri që nuk bërtet, por që digjet qet nga brenda. Benita besonte tek ajo që ndjente. Besonte se ajo kimi nuk ishte rastësi. Se lidhja që kishin nuk ishte diçka kalimtare. Ajo e ndjente se kur Klodi të dilte, rrugët e tyre do të bashkoheshin plotësisht. Në mendjen e saj, ajo e shite të ardhmen, biseda të gjata, qeshje, ndarje shqetësimesh, një marrëdhënie e ndërtuar mbi sinqeritet dhe ndjenja të vërteta, por realiteti nuk ishte aq i thjeshtë për momentin. Klodi nuk e kishte mbyllur ende muhabetin me italianen. Ajo quhej Ludos. Një emër që Benitës i rëndonte në mendje sa herë që e mendonte. Nuk ishte xhelozi e verbër, por një lloj frike e heshtur, frika se mos ajo që Benita ndjente kaq fort, nuk ishte ende e sigurt. Klodi fliste ende me të. Ndoshta nga zakon, ndoshta nga paqartësia, ndoshta sepse edhe ai vetë nuk e kishte mbyllur plotësisht një kapitull përpara se të hapte një tjetër. Kjo e vendoste Benitën në një pritje të vështirë. Një pritje ku shpresa dhe pasiguria bashkëjetonin. Nga njëra anë, ajo besonte tek ajo që kishin ndërtuar bashkë, tek shikimet, tek fjalët, tek momentet që nuk mund të shtireshin. Nga ana tjetër, e dinte se derisa Klodi të ishte plotësisht i lirë emocionalisht, ajo mbetej në një terren të paqëndrueshëm. Megjithatë, Benita nuk ishte nga ato që largohen lehtë. Ajo nuk kërkonte premtime boshe, as fjalë të mëdha. Kërkonte vetëm sinqeritet dhe kohë. Ishte e gatshme të priste, jo sepse nuk e vlerësonte veten, por sepse ndjenja që kishte për Klodin ishte e vërtetë. Dhe ndonjëherë dashuria e vërtetë kërkon durim. Netëve, kur mendimet i bëheshin më të zhurmshme, Benita pyes veten në heshtje: a do të zgjedh ai atë që ndjen me mua? Nuk ishte pyetje e bërë me dëshpërim, por me shpresë. Sepse thellë brenda saj, ajo e dinte se ajo që kishin nuk ishte e zakonshme. Ishte diçka që nuk ndërtohet lehtë, por as nuk shkatërohet lehtë. Ajo nuk i bënte presion Klodit. Nuk i kërkonte të zgjidhte me nxitim. Donte që zgjedhja e tij të ishte e pastër, e qartë dhe e sinqertë. Sepse vetëm kështu, kur të ishin bashkë, do të ishte pa hije nga e kaluara, dhe kështu Benita vazhdonte të jetonte mes pritjes dhe shpresës. Me zemër.